Udhëheqësit më të fuqishëm të botës, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, do të mblidhen javën e ardhshme në Davos, Zvicër për takimin vjetor të World Economic Forum, një nga edicionet më të ndjeshme politikisht dhe gjeopolitikisht të viteve të fundit. Organizatorët kanë bërë të ditur se në forum do të marrin pjesë 65 krye shtetesh dhe qeverish, përfshirë 6 nga 7 liderët e G7-s. Mes pjesëmarrësve janë kancelari gjerman Friedrich Merz, presidenti i përkohshëm i Sirisë Ahmad al-Shara, kryeministrat e Kanadas, Spanjës dhe Pakistanit, si dhe presidentët e Izraelit, Argjentinës dhe Republikës Demokratike të Kongos. Presidenti Donald Trump pritet të kryesojë delegacionin më të madh amerikan ndonjëherë në Davos, me 5 anëtar të kabinetit, përfaqësues të Kongresit dhe guvernator shtetesh. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i thesarit Scott Bessent, negociatori Steve Witkoff dhe dhëndri presidenti Jared Kushner do të shoqërojnë Trumpin, ndërsa rreth 20 anëtar të tjerë të administratës pritet të jenë të pranishëm. Ky forum bëhet në një sfond gjeopolitik të trazuar, ku rikthimi i Trump në pushtet ka sjellë tensione në aleancat tradicionale, ndërsa luftrat, trazirat dhe ndryshimet teknologjike të shpejta shtojnë pasigurinë globale. Temë qendrore e këtij viti është A Spirit of Dialogue, dhe pritshmëria është që liderët të diskutojnë çështje me rëndësi strategjike, si lufta në Ukrainë, protestat në Iran, situata në Gaza dhe kriza në Venezuelë. Presidenti Trump ka marrë pjesë më parë personalisht në Davos në vitet 2018 dhe 2020, gjatë mandatit të tij të parë, duke përdorur këtë platformë për të promovuar agendën America First. Vitin e kaluar, vetëm pak ditë mbas zbetimit për mandatin e tij të dytë, ai u drejtua forumit përmes lidhjes me video, duke kritikuar rregullatorët evropian, duke nxitur investimet në SBA dhe duke paralajmëruar tarifa ndaj mallrave të huaj. Përveç liderëve politik, në Davos do të jenë të pranishëm edhe drejtuesit e kompanive më të mëdha teknologjike në botë, përfshirë Nvidia, Microsoft dhe Anthropic, duke vendosur inteligjencën artificiale dhe ekonominë globale në qendër të debatit. Zhvillimet e fundit në Venezuelë, tensionet tregtare dhe pasiguria e energjisë pritet të jenë pika kyçe diskutimi mes liderëve ndërkombëtar. Forumi i Davosit njihet si një nga platformat më të rëndësishme të diplomacisë jo zyrtare, ku bisedat dytësore dhe takimet ballë për ballë shpesh vendosin agjendat globale për muajt e ardhshëm. Në këtë edicion pritet që Davosi të jetë jo vetëm një vend për fjalime dhe debate, por edhe një arenë për negociata të rëndësishme mbi krizën globale, sigurinë energjitike dhe mundësitë e investimeve ndërkombëtare.